Sot përgatitim mantija, recetë tradicionale që shijon shumë. Atëherë, formojmë brumin me miell, vaj dhe krip dhe e lëm pak që të pushoj. Ndërkohë skuqim qepen, shtojmë mishin e grirë, i përzi mirë, shtojmë kripen, piper të kuq, i skuqim mirë dhe pasi mishit e jetë gati e largojmë nga zjarri dhe lëm që të ftohet. Brumin e fituar e ndajmë në 8 pjesë. Formojmë kuleqet i lëm dhe për pak minuta që të pushojnë, pastaj i hapim sa pëllëmba dorës. I lyem me gjalp dhe vaj, i kam përzirë dyhat në një vend, i kalojmë në një pjatë kështu, petet i lyem dhe sipër, i mbulojmë me qese kuzhinë dhe i vendosim në frigorifer për rreth 20 minuta. Pas 20 minutash, i hapim kështu, 2 nga 2, dhe më thënë 2 një herë, pastaj i lyem prapë me yndyrë, i shtojmë dhe 2 të tjera, gjithsej 4 në total. Pastaj dhe 4 të tjera që do i hapim më vonë. Ansorët zakonisht ja largoj, i presim në forma katrore kështu si në video, i mbushim me mishin e përgatitur, i mbështjellim në këtë mënyrë, mund të përdorni dhe mënyra tjera, s'ka problem. Sipër i lyem prapë me gjalp dhe i pjekim në temperaturë 220 gradë për rreth 30 minuta. Nëse i dëshironi pakës më të buta, sipër i spërkatni me ujë dhe vazhdoni të shihani. Unë i shërbejva në këtë drasin që mora tek Bella Mason, që kishte një dizajn tepër unik, gjithashtu aksesorët e përdorur në këtë video janë nga Bella Mason. Ju bëfshin mirë nëse i provoni.